Dekada më parë, shtëpia e pushimit në Durrës, ose siç njihet ndryshe Konvaleshenca, ka qenë një rezidencë elitare që ofronte akomodim për forcat e policisë së shtetit. E ndodhur në Bregdetin e Durrësit, në afërsi të Golemit, me një kompleks të përbërë nga godinat e hotelerisë, restoranti dhe çadrat, kjo strukturë shërbente për të trajtuar punonjësit e policisë, me një formë shpërblimi për detyrën e vështirë që kishin në mbrojtje të qytetarëve. Themi shërbente, pasi sot Konvaleshenca ka një histori degradimi dhe në vend të një strukture të trajtimit të punonjësve të policisë, ka përfunduar në një agjenci që organizon nahengje tallavaje. Me një vendim të vitit 2006, qeveria vendosi që shtëpia e pushimit Durrës, në varësi të Ministrisë së Brendshme, të organizohet si një institucion buxhetor që lejohet të gjenerojë të ardhurat nga aktiviteti i saj. Sipas vendimit, shërbimi kryesor duhet të dedikohet punonjësve të policisë kundrejt një tarife të orientuar në kosto, ndërsa lejon që disa shërbime mund t'i ofrohen edhe palëve të treta. E gjithë kjo me qëllimin për të siguruar të ardhurat dhe për të kryer investime në ambientet akomoduese. Por nëse sheh raportet financiare të shtëpisë së pushimit, kupton se aty nuk është vendor prej vitesh. Kulmi ka arritur në vitin 2019, kur pas tërmetit të shtatorit dhe atij të nëntorit, godina thuajse u rrënua tërësisht, duke i kushtuar jetën dhe pedagogut të Akademisë së Sigurisë, Bajram Hajdarmataj, i cili ndodhej në ndërtesë gjatë goditjeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit të atij viti. Ndërkohë sot, kur kanë kaluar 6 vjet nga tërmeti, asgjë nuk ka ndryshuar. Godina vazhdon të jetë rrënuar dhe në degradim të vazhdueshëm. Aktualisht aty janë funksionale vetëm 15 dhoma, ndërsa të ardhurat që siguroheshin nga shërbimi kanë rënë me 3.5 herë. Shtëpia e pushimit gjatë vitit 2024, për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit 26 nëntor 2019, ka pasur kapacitetin e shfrytëzimit të dhomave 11.7%. Gjatë kësaj periudhe, klientela kryesore ka qenë klient e Ministrisë së Brendshme, pasi vetëm 15 dhoma kanë qenë në eficiencë. Në vitin 2019, Konvaleshenca gjeneronte 566.000 euro të ardhura në vit, ndërsa në vitin 2024 janë arkëtuar në total 160.000 euro. Ministria e Brendshme konsideron sukses rritjen e të ardhurave me vlerë 3.000 euro, por nuk merr asnjë përgjegjësi për degradimin e strukturës. Për vitin 2024, pavarësisht se u përdorën 11.7% e kapacitetit akomodues të shfrytëzimit, për shkak të dëmtimeve nga tërmeti, të ardhurat në raport me kapacitetin e shfrytëzimit krahasuar me vitin 2023 u rritën 102% më shumë. Gjatë periudhës 2024, të ardhurat krahasuar me 2023-shin u rritën me 383.81 lek më shumë, ose 102.3%. Por krahas degradimi strukturor, kjo shtëpi pushimi e punonjësve të policisë ka pësuar edhe një degradim institucional. Duke kthyer nga një ambient me fokus trajtimin e punonjësve të policisë në një mejhane me muzikë live. Është data 2 gusht 2024 dhe në faqen e shtëpisë së pushimit në Instagram, Konvaleshenca Ministria e Brendshme reklamohet muzikë live në orën 13 të drekës në ambientet e bar pista. Dhe jo muzikë do si do, por ahengi vërtet. Për të gjithë pushuesit që teksa pi një kriko, shijojnë edhe live-in. Eventet të tilla nuk kanë munguar në asnjë sezon vere. Ky është një poster i vitit 2022. Ky tjetri i vitit 2023. Ndërsa paketa që ofron shtëpia e pushimit gjejnë vend të reklamohen edhe në faqen e Ministrisë së Brendshme, siç është ajo e fundjavës pranverore, ku përfshihet ushqimi, fjetja dhe parkimi. Pyetja që lind në këtë pikë është se ku shtëpia e pushimit gjeneron shumë pak të ardhura nga shitjet dhe një pjesë e parave me të cilat financohet aktiviteti i saj shkon nga buxheti i shtetit. A duhet që paratë e taksa paguesve të shkojnë për festa dhe muzikë live? Tani të vim tek një pjesë mjaft interesante. Tenderat. Sepse këtu shtëpia e pushimit nuk të fal. Në procedurën e hapur në 13 maj të këtij viti, kërkohet blerja e artikujve ushqimor, peshk për vlerën 40.000 euro. Brenda dokumentave të tenderit, rezulton se në total kërkohet të blihet sasi peshku e cilësisë së 2 dhe të 3 për një total prej 3.822 kg. Kjo sasi do të përdorur nga Konvaleshenca për 2 sezone verore. Ndërkohë pyetja që shtrohet është se sa kushton 1 kilogram peshk në një tender kaq të fryrë. Ju a themi ne, plot 10.000 lekë të vjetra, ku në dyqanet ushqimore të Pakicës dhe jo Shumicës, e theksojmë, jo Shumicës, siç po i blen agjencia që fitoi tenderin, 1 kilogram nuk kushton më shumë se 8.000 lekë. Gara është fituar nga 2 operatorët, MC Catering dhe 4S, të cilët kanë dhënë një ofertë sa 98% e fondit limit. Por ky nuk është i vetmi tender i çuditshëm. Alla Konvaleshenca. Në buletinin e datës 10 tetor 2022, shtëpia e pushimit Durrës hap tenderin për blerjen e shezoneve të plazhit me fond limit 19.500 euro. Pra në fund të sezonit veror. A mund ta kuptoj dikush se çfarë emergjence kanë pasur drejtuesit që me anë të kësaj procedure i lanë vetëm 3 ditë kohë operatorëve ekonomik
për të marrë pjesë në garë, duke shkelur me të dyja këmbët ligjin e prokurimit publik. Mjafton të shihen dokumentat për të parë se sa me nxitim është bërë ky tender. Në buletin, procedura është njoftuar më datë 10 tetor dhe afati për dorëzimin e ofertave është 13 tetori, ndërkohë afati për dorëzimin e mallit është vetëm 20 ditë, çka kufizon pjesëmarrjen e operatorëve në garë. Kjo çon në dyshime serioze se tenderi ka qenë favorizues, por të mos thoni paracaktuar. Por kjo rrugë e hapjes së tendrave të vegjël për me çmime të fryra, duket se ka qenë traditë ndër vite. Në vitin 2018, shtëpia e pushimit Durrës kërkon të blejë artikuj ushqimor me vlerë 137.000 euro. Për furnizimin me peshk shpenzohen 13.000 euro, 32.000 euro për bulmet, 7.000 euro për bukë dhe 14.000 euro për fruta dhe perime. Të gjitha këto shpenzime për një shtëpi pushimi, e cila bashkë me hotelin, restorantin, muzikën live dhe shitjen e sezonit të plazhit, vitin e shkuar nuk ka arritur të gjenerojë më shumë se 160.000 euro. Dhe këtu nuk po përfshim kostot e personelit, dhe pse ajo që reklamon në faqen e saj për personel konvaleshenca ka robotët. Teknologjia, me një robot që edhe të mund do të na i kishte zili. Sidoqoftë, kjo robotit është e keqja më e vogël në këtë institucion të izoluar mes pishash, I cili prej kohësh është kthyer në burim tenderash të fryrë dhe qendër e rëndësishme rajonale Tallavas.